Kleviskaso dhe Ermal Dreda në një takim me komunitetin e artistëve në Vlorë. Kandidati i Partisë Socialiste Kleviskaso, së bashku me kryetarin e Bashkisë Vlorë Ermal Dreda, zhvilluan mbrëmjen e së mërkurës një takim me artistët e qytetit. Në këtë takim u diskutua për rolin e artit në jetën publike dhe mbështetjen që ky komunitet kërkon për të vazhduar kontributin e tij në shoqëri. Kryebashkiaku Dreda uroi kandidatin Kaso duke theksuar rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit me komunitetin artistik për një Vlorë më të mirë dhe më të përfshirë qytetarisht. Sepse njerëzit duan të gjejnë më të mirën brenda vetes, pastaj kanë dhënë sfidat me veten e vet, kushdo nga ne këtu, edhe Kleviski si një qytetar vënjak, me atë bindjen që karakterizon, thatë pse jo, pse mos ta provoj. Por nuk është thjesht çështja e provës, por kam përshtypjen që Kleviski më shumë e ka të lidhur sepse mendon dhe ndëron që Vlora të jetë akoma më mirë, dhe pse jo të japë edhe kontributin e vet, dhe unë jam besim plot që Kleviski ka për të dalë. Do jetë një nga ato surprizat e kësaj fshate dhe jam i sigurt, sepse shikoj frymën që e përpoqon në ndonjë fshate si popon, një frymë shumë pozitive, një frymë qytetare, një frymë që nuk ndodhet në asnjë moment në avat e tij të denigroj qoftë kundërshtarët e vet politik, por edhe po themi bashkëpunëtarët e tij në pjesën e listës së Partisë Socialiste e kandidatëve të tjerë, dhe shikoj që të gjithë e ka përqafuar Klevisi një farë mënyrë dhe unë realisht i uroj shumë sukses, jam i sigurt që do të bësh më të mirë Klevisi atje. Vlora ka një histori të pasur me artistë të njohur dhe ky kontribut duhet vlerësuar dhe mbështetur. Arti kërkon përkushtim dhe sakrificë, por publiku dhe Eduard Trokiti të shpërblejnë këtë mund. Kaso falenderoi të pranishmit për vlerat që i kanë dhënë qytetin ndër vite dhe theksoi se lidhja e tij me artin është e hershme. Ai premtoi angazhim për të rritur standardin dhe për të përfshirë më shumë artin në jetën shoqërore. Dua të falenderoj pa mas që jeni të gjithë sot këtu. Është një nder shumë i madh për mua. Do të doja si një i sportist të uroja juve të artit që ta ndjeni, po ju këtë kënaqësi për të pasur të dedikuar një vit për artin në këtë qytet, për atë çfarë ka dhënë arti në si frimizim për të gjithë brezat dhe atë që do të japim në vazhdim. Në takim morën pjesë aktor, regjizor, piktor dhe profesionistë të tjerë të artit, të cilët ndanin ide dhe eksperjenca për zhvillimin e mëtejshëm kulturor të qytetit. Një nga synimet e shprehura ishte që Vlora të shkojë drejt një modeli evropian, të ngjashëm me qytete si Valencia, është prehur aktori Artan Islami dhe drejtori i teatrit Sokol Toto. Do të ishte mirë që Vlora të bëjë qendra e një festivali teatror mesdhetar. Nuk e di se si mund të. Dhe e dyta do të dëshiroja shumë, të ishte, po themi Venecia, festivali filmit i Venecias, që të zhvilloj në Vlorë. Këto dy gjëra nëse i realizohet do t'i bëni një nder të natë, jo vetëm Vlorës, por dhe Shqipërisë. Dhe kjo mos të ngelet vetëm me një edicion. Kuptohet, fillimi do të jetë shumë i vështirë, por juve duke patur ato pikat e kontaktit që keni qenë dikur ambasadori, keni mundësit që ti kontaktoni dhe ti bëni, dhe njëkohësisht edhe ti si deputet i jashtëm mund të jesh dhe të ndikosh në parlament që të alokohen ato fondet e caktuara në cilat ky është një propozim dhe një kënaqësi ime personale. Gjithë Partisë Socialiste dhe Kryeministri Rama, sepse jemi shumë i njohur për çfarë ka bërë për qytetin tonë, diskutohet ne shikojmë këtu, po jetojmë këtu. Ka njerëz si puna ime që prej kohësh është larguar nga ky qytet, do të thella ky qytet sepse ky qytet tash është bërë një qytet model për të jetuar. Vlora është duke i kthyer vëmendjen artistëve dhe artit, me bashkëpunim dhe mbështetje të ndërsjellë. Artistët kanë mundësinë të vazhdojnë të kontribuojnë dhe të jenë pjesë aktive e zhvillimit të qytetit.